Mirë rikthehem në studio, ku nuk do t'jem unë protagonisti, sigurisht asnjëherë në asnjë moment, po do t'jenë ata të dy të cilët kanë një jetë që vallëzojnë. Edhe dua të marr pak nga historia e tyre për të më treguar se ky çift valltarësh, se si e mbajnë ata ende gjallë traditën mjerditore. Kështu që dua t'i prezantoj. Mirë se vjen, kam Age Ndojnë. Mirë se vjen Age. Mirë se vjetëm. Kam dhe Lek Ndojnë. Mirë se vjetëm. Nëjsi. Sa vite u bët ju që kërceni të dy bashk? Shumë vite. Sa? Po me të drejtën mbi 20 vite. Mbi 20 vjetë. Mbi 20 vite që ne i kemi ndjek aktivitetet në për dasma, në për gjana, mbrënda mundësive. Edhe jashtetit. Rastë shefi me i fjallit, dasma dhe... Kur fillove Lek për herë të parë? Kur ke fillu për herë të parë? Sa vjeç ke qenë? Kam qenë i fije i pjekun. I fije i pjekun, apo i pa pjekun? Ja, i pjekun, se kështu ishe në të herë mundësit e njëna tjeta, edhe tek mosha 35 që gati, kjo moshë 35 vjeç. Po më përpara me qa ishe marë? Ma spit ma se janë marë. Se? Bujësi. Me bujësi. Nga punë të nërshme nga gjitha. Po pëlqente muzikat, ka pëlqy gjithmonë muzika, tradita? Nuk kemi pas atë mundësin si duhet për të njek, se pëlqym ka. Shumë e kemi ndjek. Trupi, dhake, kishëm kuraja. Po, gjithësësi, ishte manges për këtë punë, sepse... Në dhe sa niste muzika, ti filloj e kërceja? A kemi shpirt muzika? Shpirtnore. Shto si... Nga cila zone Mirditës jeni ju? Në Kryzit Fushashtit. Në Kryzit Fushashtit? Pa, originali Kryziu është vendlinja. Kryziu, vendlinja e. Po për ty Age edhe ti nga Kryziu? Unë e vazë në Qafmali, nusën Kryzi, si shtatë burri. Këngën dhe muzikën e kam pas qef gjithmonë. Asa bukur. Dhe me thanë, deri në moshën e vogël, unë këndoja në për shpi, duke bërë punë, duke këndu. Shumë bukur. Këndoja pa muzikë, pa si gjanë. E kisha shpirtin e muzikës. Dhe e kam edhe sot që jam në këtë moshë. Muzika... Të më tregosh pak, kjo është veshje... Kja veshje mirditore e jona. Mirditore, originale. Originale e jona, që me këtë veshje unë jam martu. Me këta kam marrën. Kështu jam martu. Me këtë veshje e ke marrë? Kështu jam martu. Sa vite u bët martesi? 50 vjetë. 50 vjetë, 50 vite bashkë. Eja, që unë qikë të më tregosh pak të veshjen, kjo është veshja e dasmës sa Ages. Unë e kështu jam martu. Ja, këte kështu është martu, kështu ke dalë nga shpia atër, po si ka mundësi që të bëjnë akoma robat? Po, bëjnë roba se ka roba lojlojsh, po kur kemi dalë nga shpia s'kemi dalë, kështune, po kemi dalë mullume me duvak. Thuj pak, si ke dalë e mullume? Kemi dalë mullume me një duvak të udheke kështu në këtë njërë, kishtë një fije kështu si për lartë, e mbashim me dorë kështu, edhe hecnim me sy kështu, ja, me këtë pozicion, me sy ullët. Kështu ke dalë nga shpia ti? Kështu kam dalë nga shpia. Dhe i ke shku Lekës, drejtohë për nga Leka? Edhe kam shku deri të kobori i Lekës kështu. Deri të kobori i Lekës qaje, duhet qaje ndërko? Duke qa. Kur ka dalë për i shpiz vetë, kjo ka qa. Ka qa. Për i shpiz vetë. Po kryqi është bënë në shpi, apo? Si kryqi. Të gjitha adetet janë bënë. Bëhet adetet. Edhe atje, edhe kur ka hartë unë. Edhe kur ka hartë ty, Po. Edhe pastaj, kur kemi arrit në bërë, vinë njerëzit e burit edhe ma heqin shamin kështu, avash, se du me po nusën, sepse atëherë nuk më shqit, nuk e dishën së kush jam, përveç familja e burit. E heqin në këtë njërë, avash, duke po të gjithë sytë të nusja. E më betën së kjo, po. Kjo ishte nusja. A, lek shumë e bukur. Pastaj sytë prap nuk doshen që nusja nuk du të shikoj e kështu, po u desh këtë rije kështu në këtë pozicion, ja kështu. Ti qëndroje kështu, ato ta kishin hequr shamin? Ata kishin hequr shamin, ndërsa unë ja kështu. Po kur e pe Lekën ti për herë të parë? Më thujnë që kur e pe? A për zotën e kam pa për parë? Kemi pa, tepse ishte para 50 viteve, ne s'kemi dalë për të pi kafe si që është tani, por njoft një tjetër në kemi. Por e kishe parë? Me shkosi, por e kemi njoft. Po ti e kishe, do me thënë pra, ti e kishe parë. Edhe ti Lekë? I kam pashku në shpion, por se me e marë. Pa, pse duhe që të shkojë në shpion? Jo, i kam pashku si që ashtu ishte pozicioni i jem në atë kohë, e i kam shku dhe shpia. Edhe pas taj rishim ne, njerëzit krushit edhe njerëzit dasmort po kërcenin, po këndonin, po hedhnin arra, karamela, gjana, nërsa nusja rritin këtë pozicion këshu, edhe sytë këshu të pa vetëm majnë e hunës këshu. Ashtu ishte regli asaj kohë. Ki pozicion ishte? Tradita. Pse ishte kjo?
Nuk u deshe nuse që ti hape sytë të pa njerëzit shu, sepse ishte u qytet turp në atë kohë. Ke parasysh, kështu ishte zanati jonë dhe kështu ka vërtu, tradita jonë. Edhe sotit shumë e njëpun. Duat kuptoj një gjë. Kur e kuptuat ju të dy që donit kaq shumë muzikën për njëri tjetër? Se duhet kuptoj, tek dasma jote ti nuk kërceje, nusja nuk kërcen. Ja, nuk kam kërcej. Po ti lek si dhëndri, çfarë duhet bëje, apo ti duhet ti rrishe vetëm ul? Ja, unë, si më thonë, isha një lloj shërbimit përgjithshëm të shtëpisë, nuk është në ai kushedit. Sa dasmor keni patur në dasmën tuaj? Ka pas. Ktheu vetëm pak kështu që mos të Mund shohin kemi njerëzit sa e pas, bukur që je. 120 vet. 150 vet që kanë Të ardhur asaj kohë. të asaj kohe. Asaj kohë. Por vetë s'kemi kërcuj atëherë, po kemi kërcuj herë tjera, kështu që... Ti vetë nuk kërceve atëherë, nuk bëhe fjalë. Ja, fare. Më thuaj pak, po si ka mundësi? Mund të ketë dasëm pa kërcim? Po kështu ishte në atë kohë. Në mirë ditë, ashtu ishte, nuk e dinin për që të qotë qiftit. Nëna çka këshillet dhe aty? Në martesë? Nona tha rrimir, bio, mos i hap sytë shumë, vetëm shiko kështu, po shikoj edhe tokën, sepse u deshka me hecë kështu në këtë pozicion. Ja, kështu. Derisa të shkosh tek burri. Sa larg ka qenë shtëpia juaj? Një orë sa. Një orë ti ke ecur me këtë lloj veshje? Jo, ka Kemi hip makinë, po pak kemi hecë. Me qenë me hecë në kam, për shemë, flasim, ka qenë një orë gjys gati. Gati një orë Kemi hecë, gjys. pak makinë, pak në kamë. Ishtë në treja atëherë, hecëshim, isha 16 e gjys. Kusht? Nga... E ka pëjt me gzim atë ditë kjo. Vërtet, sa vjeç ishe ti Age, kur u martove? Unë 16 e gjys, 17 që kam pas bë akoma. 17 vjeç, kështu që ishe vajzë shumë e re. Punët e shtëpisë ti kishin mësu? Të gjitha punët e shtëpisë mi ka pas mësu mama. Edhe, do me thonë, kur kam shku të burri, kam ditë me pjek buke, me ba ushqime, gjitha, se më thëjte, moj bi, nuk i ditë thëke se si të vjen koha. Nuk i ditë, kohës ti dish punët mi ba. Edhe, ashtu ishte dhe ashtu doli. I ka pas baba nanë, jëpse i kam mish. E njën tjetër kanë vdek të dy. Pa tjetër. E njën tjetër, por i ka pas të mrekullueshëm. I ka pas edhe ashtu doli. njerëz shumë të mrekullueshëm. Mas një javët më ka fut burri me ba bukë shë, ki prasysh në furë me Kjo ka qenë bukë gje gatimi i parë që i ke bërë? Gatimi nusës, papa. Pse ishte dhe gatimi i nusës. Po, nusja me ba bukën e re, nusja. Si ta shohim, Po, që ta si shohim. mund të... I the ndonjë batut, kur ja provove bukën? Lufshin dur, sa atëherë si ishte jeta me thënë zemër, shpirt, dashuri. Atëherë e thlumë dorë dhe Ishe në të shkova. Shiko, ju jeni shumë të qeshur dhe mua kjo më përqenë shumë. Pra, bashka se ju jeni takuar me shkuesi, e keni parë njëri tjetrin ato, po jeni shumë të qeshur, duket që jeni shumë të lidhur me njëri tjetrin. Edhe mos e pa qenë të lidhur, s'do kishim nejt një gjithë shekulli bashkë, se dhe ne kemi pas sfidat e jetës, sepse jeta vajzë nga ka shku. I ka në gjithë kohë. Se kemi rritë 7 fëmijë, edhe të rritë 7 fëmijë. Age, që ka pasi qik leka pak shumë të vështirë në karakter që? Pak në vrik i shpejt, ishte në Ka qenë shpejtësi, nevrik, pak në vrik. Se kështë shumë i mirë, po pak në vrik. Ka qenë pak në vrik. Ja dita taktin pastaj, sepse dy vezë po roken bashkë, o thëjnë të dy o njana, nuk shu që... Kështë më frikë se bëm... Lek, po ti ke veshjen tradicionale? Po. Ti ke veshjen tradicionale. Ke patur do të mundësi që ti rush këto veshje tradicionale që nga... Unë të kohët e fundit... Apo i ke të trashëgume, se ka edhe që i trashëgojnë. Jo, janë trashëgume, për shemë, dhe parë tonë i kanë veshta. I kanë vesh. Gjithsesi, unë të kohët e fundit i kanë blejë. E kuptoj. Sa ku i marim si kanë dalë qëtë, me i blejë me i marë me shera poshtë në altë, ashtë pse të rejë rrugëve të poshtë në altë, ma mirë jam të i blejë, i kem të shpjeheme, dhe kur kem të rezidja mija, shefet mija, po i kemi tonat. I kemi tonat, sepse ne bëjmë shumë aktivitete. Kas kemi shku me aktivitete. Kur e keni dasmën e radhës? Dasmën e radhës e kemi, ka mundësi, ka data 18. Nga data 18 qershor, Po, kështu që... Ne kemi qenë për aktivitete në shumë vende, kemi qenë në Kosovë në disa vende, kemi qenë ne nga Prishtina prap, kemi qenë në Strug, kemi qenë në Athinë, kemi qenë si ambasadore, se unë jam edhe ambasadore paqes botërore për drejtat e njerëzit, dhe kemi shku me datën 8 mars, kemi dhanë një mesazh për gratë e dhunuara, dhe kemi bën një grup artistik, një shfaqje. Me grupet kemi shku disa herë, jo vazhdueshme. Age, po si ka mundësi ti që kaq shumë me angazhuar? Me të thënë drejtën,
edhe tjertë më thotë, si ka mundësi ka që angazhuar se ti ke 7 fëmijë dhe i kam të rritun fëmijë të gjithë, jemi gjysha, jam edhe stërgjyshe, Edhe stërgjyshe? por jam shumë aktive. Unë i kam vitet, po nuk di se pse i kam. Vërtet nuk di pse i kam. Tu i kam vitet. Tu i kam, po nuk i di. Ti nuk e ndjen? Jo, nuk i ndjen. Unë e ndjen vetën si 20 vjeçare. Jam krenar që nuk i ndjen, sepse ta më shtere. Pastaj Ta është letëson diçka edhe ty më tjetër. shumë, jetën. Është diçka tjetër. Njeriu, po si u plak truni, edhe zemra nuk plaket kur. Po ju plakën këto dhe 25 vjeç nëse je, ke hiku. Gjithë se i napim koroja vetit, me gjithë ato që kemi kaluar. I mbani mund gjithë stërnipe, stërmbesa? Gjithë. I mbani mund të gjithë? Një pembesa? Një pembesa kam... Sa keni? 17. 17 një pembesa. 17 ishi dhe pun javët. 17 i për një javët, ma ka falë zoti. Ah, sa mirë, bekime. I 17 Kemi edhe i stërbes. Edhe një stërbes. 4 vjeqe. Pra 18... Jemi familje shumë e madhe. Si është kur i mbledh gjithë fëmijët në shtëpi? Gëzimi madhe është. Ne edhe përveç edhe muzikës që kemi, edhe kemi shef shumë muzikën, e kemi si të moti, unë kam edhe një vajzë këngëtare, vajza ime që Jessica Ndoj, edhe kështu që... Sa bukur... Pra ti ja ke trashëguar Jessicës? Me ta thonë drejtën unë kam pas këndu gjithmonë, po nuk kam këndu si shkandal tani sepse ishë si profesioniste, po ke kënduar. Çfarë këndoje ti për shkak kur rrije me lekën në shtëpi? Hajde lullet e vonari, se për ty më ka marrë malli. Jo, po është mos. Këndojeni qike, këndon do? Po, ma këndojmë. Po, ma këndo pak njerë shumë bukur. Ta këndojmë bashkë po vetëm. Ta këndojmë bashkë po vetëm. Si të dushti? Këndojeni bashkë. Ja, kështu balë për balë, shi sa bukur që jeni kështu. Vazhdojmë? Po, vazhdoni. Hajde lule tek bunari, se për ty mojim ka marrë malli. Hajde lule tek bunari, se për ty mojim ka marrë malli. Malli yto nuk po me hiqet, zemra ime flak po me digjet. Malli yto nuk po me hiqet, zemra ime flak po digjet. Bravo, sa e bukur. Ju nuk ndiheni fare si kur jeni stërgjyshër, është e pa mundër dhe me të. Hajtë ma të shi... Qëfar mendoni ju që ju kam bajt kaq të rinj në shpirt? Hëlek. Diqë nga ka mojtë një, Po. e është shpirti i pasër një. Mirë kuptimi, njëni me tjetëri, harmonia. Si qift, ose si mokë që jemi ne, edhe po ke mirë kuptimi, ne në një qift, dhe me thënë nuk ka gja matë mirë një jetë, të përjashtu masënej që fëmija. Do kishe dash lek me qenë valltar profesionist? Një shprehje e vjetër, a zërë me mësu tash, e së mësat ma, sepse kanë kalu ditë, Po të kishe pasjen dikur, i riflas. Bili të folë mua betë aty me grut, në atakoj me i mësu të gjana në pleshnit. Si jemi plesh, marë, kush ta si jemi plesh? Pleshnit, për ta këtë i risur i thamë se më 76 Si jemi mërë plesh? Po. Qa fola, ne kemi zemrën, Po me jemë zemra, po. kemi shpirtin, kemi trunin, i kemi gjitha, qa? Gjithësësi... Qa do bëj i rju ma shumë se ne? Me majt, i fort me shpinë për toj, ke këtë ma thonë dikur djetit, atë ke pasë, gjithësësi prapë nuk jemi shumë në atë shkallë shqeshër, nuk ka hukbenja, jemi aktiva në shumë aktivitete, zonë, apo dëshira në rëshme, po, gjithësësi prapë jena mirë. Kam edhe një nip, kam 20 vjeqar, kam boksier, ka ba 23 ndeshje, 21 ka ba fitore. Bravo. Bide e fundës të akme një sërbë. I ndishni gjatë gjithë kohës? E fundit ishte ndeshja tani, para një jave që me 2 sekonda e ka mujtë Serbin. Dhe më thanë, në kokër shpinë si shkreti, shë me bo. 33 vjesh ka qenë, edhe e përishtë nëse kë nipi, të lumë. Djali i djalit, në i fjali ishte... E ndjek të krenarin tuaj, që jeni shumë krenare dhe për ta. Ishte në një mosh i 10 vjeshare, ajtë 33 vjesh, edhe sërbke, edhe isha i fije pak në tension. Se ishe në tension, lek? Jo, di pëse se, pak ma i pjekun. Aj, kundërshtari, jo? Kundërshtari. Gjithësësi, qarë këshile i kishe dhënë ti për para se shkonë? Ne abon një provë aty, se nga sa erë nuk e di edhe vetë, edhe sëtë që jam i ditur, se deshten me anulluve.
Patën frikë. Neshin. Po. Mirë po s'kuptova gjë. Si duhet. E ditën ato se nipi jonë është mundës disa mundje I disi rekordeve, e ditë sepse e të bjerë... A ishte kampion, ai. Ai kampion, bishte ma kampion nipi jonë. Jam dakord. Edhe thanë që mas të hinë sepse nuk mundi përballon për nipin tonë. Edhe u boj rëmuje. U boj pak rëmuje muhabeti, flasim. Edhe u shu djali, edhe ka shkua gjitha. Pse tha? O e tha, na shesim, tha, se ka radhën, tha. Po kam frikë mas ta damëtën. Se ishte, ashtu e tha, leta damëtën. Aty në... Djali jam ka... Leta damëtën. Se nuk e kam fut në këtë punë, thot, e kam përgadit, thot, e ashtë i përgadit. Kam besim të djali im, thot, të fitoj, edhe ashtë të fitoj. Për e këtumit për pa dalë. Dhe e fitoj. E fitoj. Dhe me thënë, 30 sekonda i ka ba. Ti si brorita kur fitoj, Nipi? Nuk di isha të thamë. Në umori zani të bërtit, duar të rëkitje të bërtit. Vërtet, ha? Ishna mbi rrëth 20 e sa vetë grupi. Që ishin mbledhur atë? Vetëm për Nipin me fjallë. Tani ti do më kërcesh pak për Nipin? Po ku di da me kërcion. Qa është të t'i lumë kam të këtë burë? Do më kërceni pak. Qëfar të luaj unë pak për ju? Qëfar muzike? Kemi një muzikë nga regjia, duhet ta kemi një muzikë. Se moj qik. Se moj qik. E kemi këngën Se moj qik? E kemi. Ashtë re, për ta po ta morë se ke re. Po, pra, ndaj po të sa vite diferencë keni patur ju të dy? 9 vite. 9 vite, 9 vite. 9 vite diferencë. Digjohesh, mikrofoni, pa me rak ta regulojnë mikrofonin, ti mjafton me këtsyë me këndu. Ja, lëre pak tu, ullun qik në sfond. Fëmijët u morën me muzikë dhe me artë përveç se Jessicës? Ajo është me... Jessica është ma? Me muzikën. Po fëmijët e tjerë u morën? Me sportin, po që më the? Tek arti, flas, tek arti. Tjetër kush jo? Age, ja, këtu. Agja po më thotë që jo të gjithë janë marrë me pjesën muzikore, tani jemi në rregull. Age do të të punoj mikrofonin mrekullisht. Tani Age ti ke qenë gjithë jetën tënde bjonde, brune, këto gërshetat i ke të tuta apo falso? Jo, mija ti kam. Të tut i ke? Po, shpesh herën e ja ndrëm gjyren. Ja ndron gjyren, në? Ja ndrëm gjyren se... Ki prasysh. Me thonë leka pas ka ardhë një Age tjetër në shtëpi. E, po duhet më nërshume pak, sepse... A ty më bëtë shefi mu. Age, përsa i përket për para, ti vetë kur fillove, në bas viteve 90 fillove që të merreshe me kërcimin? Unë për zotin kërcyje kam e kënu deri në moshën 6 vjeç që kam qenë me grupin artistik deri në klasën e parë. Shkollës. Pastaj, mas jam martue, u bam sa në lesa ke prasysh, sepse ishën vetë puna, loja kish pasoja. Edhe s'mun shë nga medalje, kështu. Pastaj, të arte, tu moshu pak, tu kalu pak shu, organizum, vazhdum, si që jemi. Lek, bësh krenar për Jessica, në? A zemra nënës. E ka. Luanesha Në qofë sa është zemra ka që vogël, kur shofë mit, a gjan zemra batë kash. Miti kam mërkullushëm. Miti kam marshalat, të gjithë. Jemi ju kanë thënë ata, mos kërceni më, mos dilni në televizion. Ja, absolutisht. Ata janë shumë të lumtur sepse ne po bëjmë një pleshëri. E kemi mundësi për të vizë. Po shijojmë një ditë, që tani ne me këtë moshë që jemi, sa mund të shijojmë. Fëmijët i kena rrit, tani vetëm shefi është për ne. Kemi fëmijët mirë. Në këto, tani që flasim, vazhdoni jetoni në Mirdit, apo? Ja, ne jetojmë në Tiranë. Ju jetoni në Tiranë. Ju merr malli për vendin ku keni lindur? Normal, se për vendin tonë, merr malli, po. Jo merr malli, ë? Po, normal. Shkoni ta vizitoni shpesh? Hale, se të shoh që mu emocionove. Unë kam shku ma shumë se sa kjo. Se sa agja? Po, unë kam edhe Lazin me i fjallë, i kam para veti, Lazit, një është të 3 vjeqë, tjeti është të kapë 10, të unë 7-6, jemi në një mosh, po thuj se gati të kalumet është. Por nuk shkën, çdo 2-3 mujsh, që bashkohemi të 3 bashkë, bravo. Ham, pim, rrim, përshet, bëjmë muhabete, kujtojmë atë të kalumet
i përzi mua betet kajt, edhe bëjmë si një natë gëzimi, si e thonë, për moshën që kena. Të mungon? Vëndi lindjes, Lek? Vërtet se mungon. Si do qoftë vend lindja? Unë jam dash 10 vjetë që për jetojnë tja, unë se kam jetu të Gjiri Lazit. Adje kam djallin në shpije me hotel. Por edhe sot, mu më kujtohet, apo e di radhën e punë, se qarë punit duhet bëhat adje, në vendinje. Se atje tash, kanë fillu, tash, në këtë kohë, kanë fillu që shijat për të pikë. Kurse në zonat tja janë të umaru, kurse atje, shtash ashtë të manë koha atyne. Kështu që të merë malli në i herë për zonën e për ato vjesh. Unë ju falenderoj shumë që ju pata sot në studio. Edhe ju falenderoj edhe për këtë energjinë e bukur që më sollët edhe që ruani traditën. Falenderit edhe për ju. Ju uroj shëndet edhe vetëm qofshit lumtur. Qëndroni aty sa të mbyllun këtë pjesë të programit. Mirë, më bëni planin tek njëshi pra që ta mbyll me të dy. Për të mbyllur këtë pjesë, sepse pas pak do jenë tek Tryeza. Tryeza e cila do të ftoj edhe misht në program për të bërë bisedën e fundit që do të mbyllë edhe pjesën e programit. Pak publicitet dhe rikthehem pas pak me bisedën e radhës. Faleminderit.